Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje shikues të nderuar të TV Arbëris, emisioni pa titull, sot e kemi një mesafer special, e një qysh ka që mëti. Ka respektuar shumë, sa arë kum pas nevojë me pas në mesafer, ka qenë i gatshëm gjithmonë me qenë prezent në intervistë. Shfrytëzoj rastin ju falenderoj shumë përzemërsisht, është pra me neve aktori Edan Berveniko. Edan, shumë faleminderit për kohën e herë. Faleminderit, kënaqësi jemi. Edan, ko gjë aktiv? Mirë, s'po bën mua anku. S'po bën mua anku? Ja, nuk po bën mua anku, mirë e kemi nis. Realisht e kemi pas një pauzë, Po. Një 8-9 muaj. Çdo desha me dala, këtë tut pak ajo. Po realisht çdo ditë ka prodhim të ri. Çdo ditë dalin seriale të reja. Po normalisht që secila e ka audiencën e vet, e krijon atë audiencën, po na pauzum deshte me anis me bo filmin, me kurorzu farën në një farë forme. Filmi metrazh gjata? Po, filmi metrazhi gjatë, po tash e kemi shty, besoj që për një kohë shumë të shpejt kemi me i fillu. Mirë, po çështja kryesore çka ndodh se pauza jep ke dilema. Që shka me prit audienca, çka ka me ndodh tek. Po fatmirësisht audiencën e kishim shumë të mirë, s'na kishin harru. Besnik. Edhe koqa besnik. Edhe na pritën shumë mirë, kështu që kjo për neve është një lloj energjie mirë, edhe një motiv shumë më i madh me punu karshi audiencës që mi shpërbly ata, që na kanë prit tash. Tash ka çku. Po, pe farës flisht më hershmës me këtë pjesën, pjesa parë me pjesën e dytë. Kështu, ka ndryshu pak edhe temat nashti, edhe aktor 3, ajo nga vim? Realisht temat zakonisht janë të njëjta, na e kemi një situatë, e tregojmë një realitet hidhur, të shoqënisë tonë, sidomos të rinisë tonë, që realisht dikujt i dhem ose dikush nuk po e përkrah këtë aspekt. Realisht kemi edhe gjuhën që eksplicite që përdorim na, po kjo fakti. Dashta apo nuk dashte, ndoshta është edhe makes tash me bo rinin e Kosovës tonë 100%, Allah na s'duhet me folë, s'kem çka vojmë. Jo, realisht na e kemi gjetë një koncept shumë të mirë, jemi bo tandem shumë i mirë me Metin. Edhe të tjerët janë aktorë që gjithmonë kanë qenë bashkë me neve. Froku na mungon, sa i ka shku në Amerikë. Armend Valoko, po. Ka shku atje me jetu dhe me vepru. Po hyrje me vajza kemi hyrje të reja. Po. Sepse po e lyp edhe shikueshmëria për me qenë stabile normalisht. Se një kryesor që duan me pas, janë aktorët, ata që e mbajnë serialin mirë, po normalisht që duhet pak me shku dhe qyshe dën tregu. Qyshe dën tregu. Fara flisht, e jemi përmesin fara, qa problemi? Ka gja fare keq. Jo, unë e kom pas në fakt një telashe para gjykimet e njerëzve karshi me ose karshi kolegve. Mirë, po në fillim e kom pas shumë të vështirë me menaxhu këtë situatë. Se thoj Shadin, pse kështu çka, po në fakt ai ty nuk të njeh në privat çushie, e çushie me familje, çushie me shok, çushie me djalin ton, me kondo qoftë. Kështu që e kisha shumë u bezdisha prej vetës, po realisht masani u mësova dhe thash, okay, lej njerëz le të shkruajnë, le të shprehen. Po. Kemë edhe pi aty në që shprehen, po komplet mrena një fjali se unë ti shumë keqa ka shkru kata strofet ti me qa dhe jetu thonë o vla. Me lo trunin. Në një anë tjetër, është ndashta abedin të na folë diçka për të keq. Një anë 15.000 gabime mrena një fjalie. Kështu që s'ki qka mu mirë. Po, realisht këto janë të pakta, shumicën e mesazheve dhe shkrimeve i kena pozitive, se tash realisht po bojnë 5 vjet. 5 vjet, 5 vjet po bojnë që është fara dhe njerëz që na njohin e din sakt se kush jem na. Edhe çfarë njerëz jem na. Kështu që nesër mas nesër unë kom me lujt një skizofren, nuk do më thonë që jam skizofren. Një avokat kom me lujt, nuk jam avokat. Kështu që pesha aktorit është shumë e madhe, sepse çdo herë kemi u përballë me role të ndryshme. Varësisht ato se çka të ofrohen. Mirë, po e mira e kësaj është që energjia shumë e mirë në ekip. Edhe skenaristi është shumë i mirë, Miqën, e përshëndes. Edhe mirë është tu hec, besoj që ka me ecë shumë mirë.
Përderisa janë shikueshmëria okay, Qa më njerëz na rëndësi, dojnë që kjo është. definitivisht. Përpara kur i kishusha një film, sidomos komedi ose çka do të thotë, fund që ishin të sekuenca gabimet kur i mbo që kërsa të keshme më të madhe. A i keni që të lasha e la? Po, e kena që të lashë shumë, sidomos se kam me Metin, kolegun. Okay. Meti, do më thonë, është ai snalet. Ai një gisht, një diçka, me bu mi u tek, me kesh ati, ai do më thonë, duhet me këthy për mi 20-30 herë. Po kohët fundit, ja kom njësë edhe në që thojnë me kondoqërin që ashtu bosh. Më marë s'pujnë e tina. Unë e më kogja kështu të kur qa do që ndodh, nuk kesh, e kom shumë problem. Me mështi me kesh në atë aspektin kur jam gjatë gjirimeve. Po. Edhe maj vetëm, po ja kom njësë edhe në me shumë dokën lërë që të punë, edhe bashkë një ditë herën e kalume deri në orën 11 e gjysë natës, kena me të gjiru prej orës 8 mëngjesit. Pse tu i këthym rapa? Tu këthyje pa të ndryshimet lokacioneve, shko atje, shko kënej. Në me dohet puna të kesh. Po, që kjo është e mira e saj, se nëse gjithçka është abedin e ngurt, arti nuk e lyp këta, arti i lyp edhe do sen e tjera. Ka një farë. E lyp një farë komoditeti, pak me kesh, pak ato, po mbi gjitha puna është Që kjo me është shajtme rëndësishmja. që e thu dyshu shumë më. Shajtme. Krejt ma bojmë bile, kur shkoj shatë shtu, pa ta shku njere në market, i kena post një skenë shumë mamati, kur shkon ajo bip, vjen produkti tjetër bip, vjen, edhe unë e këqyri, tash, ne boj, që ke po bëj ka bip, pse o ka bën, që o ka ndodh. Edhe shkova në market, bëj ke bip, aja ja nisi me kesh, unë e kisha arru krejt. Bip, ja nisi, thash, më falja, bën edhe që ato, tha, seriozisht po falë shëti, ja. Ta ban të kokë shëti. Po dhe që këtë e marin që... Qashtu edhe me personazhin tjetër që e kom pas citën, e kom pas synin pak ma knej, edhe një vetë, njoni ma bëjke atë ka ikë për temperaturës syni, a e bon vetë. Tash e më normal që shë rrallë është kjo. Po dhe se ju me që e pas krejt botën është kështë, po fillimin gjithmonë është aja, ue, pëse po më thojnë mu, a biden? Po atë ndohë për shumë të ne kështu pa irë me familje, me shuni që se në të folme. Jo, shumica janë, hajde folë që ashtu gjithqysh lypin me folë qysh e kom personazhin, se komplet ndryshe jam kështët, edhe hajde bëne atë zanin, ose shumica menojnë që e bëj me kompjuter. A, e ndreq aty Po, me e filtera, ndreqe, me sene, me montazha, me mëset, thash jo mëre, e kom thash unë një sus që të si të breke, ja nisi e lujgjizën. Po, ka njerës që mullin tavolin, jëmë po njerë me familje që shtët, edhe sa me ranësi ku, edhe Ola i tha, përshëndetje, a e një mirë, a e një lo, tha, a bëmbre, tha, bure i dhe, tha, një foto, tha, se fart kom marak. Tha, shpo mëre, adin. Edhe lafe mua bet peshe, babi, mami, vlau, na ishin, po drekojna. Po. Pret që po qot, pret që po qot, tash falimderit shumë, tash se na jena me familja kina dal. Familja? Familja shumë e shajt. Tash e laf ka dole. Ja nisaj tash me familje me full. Va, një gjysore nuk u qubi tavoline, se së një dhutja vla po qohësh. Po që kjo pak problematike që du të me lidhë me menaxhu. Po, në telen po thëme, kom pas shtit, tash është në regull, unë e di dashnin që e kanë daj aktorve, krejt e rajsh i jashtit, normalisht e gurbeti e krejt e bonën të vetën. E bonën të vetën, definitivist. Po, njerës që i ke që mi vonë tash, që mi thonë, okej, dikur u qu, mo tash fajnderit shumë, tash se na po dojna mu qu. Po, zotit ma bo një alalaj, nuk e kesh me na njetë keq. Po, e kjarë. Po dhe po, qëre, tash loj njeri ka qef adem me shvizu qatë momente që me kome ty bashkë një fotografi, ma djena me thonë fola, ishë më njeri mirë, nuk ishë asë nësi kamera. Po, ka njerës që dushti mi thonë, bile njone më shkrujti në Instagram, tha, ku je vlaç këtë qabune, se njësha, ku shot e ko, a je tha sot kanë dojnë për me pi një kafe. Do më thonë, une u lirova ti gjithësysh dush mu liru. Ani i thash, që mi Ani edhe Ani, okej, shimit, aty se di ku. Aty se di që janë e sabë. Po dhe është kjo pak problematika, në fillim do këtë është interesant kur ki fillu karierën mu do, pak adin njeri famë shumë me bu mas te, po vjen një ku që për me të lose nuk din me menagjuas qatë qefin që e kanë. Qëre, kur njëtën tem, deri sot kërkujna si kom thonë zdu me bo fotografi me ty. Unë e kom për detyrë me bo fotografi me krejt njerës, se ata në mboj neve gjallë. Edhe falimderit shumë kush do që ofrohet me bo një fotografi me neve, se për një me është ndjesi e mirë. Në fillim, për thëmë, e kom pas pak, qysh tek qka, menojsha që shumë garkes, pëse kështu, po, gjithë qka është normale. A i dënë me të pas që aty, nështë aty edhe me pi një kafe, ka shumë njerës që thonë, hajtë atë ta qës një kafe. O, kom punë, smoj. E do në thë që jeni të e bo dhe filmin e farës fleqët. Përveç seriali. Po, realisht... Për me të konë e njëta
bazament i aktrimit, diçka ka me qenë pak më speciale. Realisht punë ka shumë. Kemi me qenë në fazat fillestare të filmit, kemi bo disa ndryshime. Mirë po baza themeli pothuaj se ka me qenë ajo, mirë po ka me qenë diçka kogja e mirë dhe e bukur në këtë aspekt. Edhe ka me pas cast të aktorëve kogja shumë, ka me pas xhirime në lokacioneve të ndryshme, po këto mbetën hala nuk guxoj me fol shumë këtë aspekt. Qartë. Mirë po lyp shumë punë, se seriali jemi mësu tash e 5 vite, që në një farformë që thonë e kina shtin në zinxhir. E dim nura sa, qysh tek, sa ka me zgjat tek, bam bum, kryet muhabeti. Mirë po filmi lyp pak ma shumë për kushtim, lyp punë, lyp kast ma të madhe, si të mrapa kamera, edhe ashtu edhe të kastës të aktorëve. Kështu që po besoj ka me qenë diçka shumë e mirë, po ma shumë nuk kisha me... Ashtë të mundimshme, s'po flasë për këtë filme që keni me bo, se kuptohet që ka me lyp bajgje shumë, po ashtë të mundimshme edhe në seriali me bo se cilin epizod. Po, realisht, kogja një bare madhe është të skenaristi, i cili vynë me qenë konstant energji, kreativitet, edhe me lidh epizodën paraprake që ka qenë. Normalisht na punojmë edhe me aktualitet shumë. Na e sulmojmë edhe që aty ku ma e ndishmja. Na e sulmojmë beturinat e gjithçka që ato ndodhë sot realisht. Edhe dikujna i pëlqen, dikujna si pëlqen, po nëse dikush nuk qohet me thonë, atëherë dikush duhet më thonë. Na tërthorazi apo qa do qoftë, në qëfar do forme, po na e thojmë. Qëta shbile e patëm për mbeturina, e të regum, thamë që ta mbajmë të pastër qytetin për funi full, ta mbajmë shumë bukur. Kështu që ka shumë sene që na i kena përdorë edhe ma heret, realisht edhe kryetarët të Prishtinës të kalum, t'i kena sulmu. Ka raste ku kena tregu mbeturinat ose uji kanalizimi era e keqe në një lagje dhe a besoni që kanë ardhur njerëz kanë shku e kanë ndreq. Domethënë çaq efekt kemi pas. Ka pas efekt. Domethënë që kjo është e mira e asaj se kërkush s'po del me e thonë, neve nuk na hen në xhep kur gjë, kështu që na e kemi mundësinë me e thonë se tjetër me gjas nuk po guxojnë se po lidhen gjanat. Po lidhen gjithçka. Kështu që nëse se thot aktorin një diçka drejt. Një farë mënyre po, definitivisht. Kur e keni nisë me shajt në epizode ndryshme, këtë njerëz ka thonë ku shajt. Nëse u konë diqysh tabu me një ose në kang, ose në epizod, në një film që ka të qoftë. A i keni para pri që ka me konë ashtë të lashe për njerëzve, po nuk u konë të lashe, u konë shumë mirë, shumë e mirë se ardhër, edhe që aja shpreje që shprejmë këtë. Realisht, na nuk kemi zbulu diçka tre. Na e kemi qitë në pa ata që thutë mrapa kamerave. Që shumica e njerëzve që e përdorin, po thamë kryesisht, mos të bastardizoj, po ka gjanë një numër i madhë, sidomos rinia, mo, gjdo i dyti. Na nuk kena guxu, në fakt, kur po në shumari, në shkollë fillora, shkollë mesme, sot do më thonë është e të mërshme, që adin me folë. Qonë kënej na thoi neve qyshti ashtu, qyshti kështot. Kulturën edhe edukatër nuk e merë pi serialit, e merë pi prindit. Prindit duhet me qenë i zoti, mos me leju me e këqyr, se kjo është për të rritur, dhe për ata që e kuptojnë që nëse jenë që gjendje e këqyr që është përfundan. Jo me ardhë një fmi, që një gru tha shumë brethat këqyr, djali 3 vjetë. Këqyr djali 3 vjetë, a i duhet do më thonë me këqyr, nashta hala mos me këqyr sene në televizor. Unë e djali jam i ka bo 1 vjetë, hala nuk ja kom jep telefonin me këqyr. Në televizor veç një herë ja kom shu, për ditlindje, e ka këqyr një minës diçka, edhe në regull është kja. Qaç ka përfundu gjithçka. Po tash, unë s'po du me paragjiku kërkom, mirë po është një pesh shumë e madhe dhe të prindi. Na e kena thy që tabu, edhe ja kena njës për herë të parë. Edhe njerëz kanë fillu neve na thonë qysh ashtu, qysh te e dëna den, qysh çfarë djali je, qysh ja ke nis kështu. Sa i kulturumi e te qysh për shkate. Nuk bën këtë farforme, se nuk ja vlen ti. Sigurt familjes ka pas plot, ka pas edhe prej familjes, ka pas edhe një rast ku 2 shokë të babit lidhen për mu. Njëri thot djali i sedatit është, tjetri thot jo nuk është. Sa i të ditë çfarë djali. Jo më çfarë s'ka shansa në kohë, edhe lidhen me drek.
Dhe qa do dhe thirë, thot, se da qa vone qysh je, a je mirë, apo lodhër, se da të babje me ka, e zvulova. Edhe tha, qështu, apo dojna, tha, jena mledh, tha, me qëtë shokun, tha, edhe tha, që kë, djali be, tha, që jo ka shumë, tha, është ta djalit, tha, garant sa është babe, jo, vëllajnë është. Qa jebre të thonë, po. Au që pas na hub drejkë. Sa shku drejka? Po, ka kësi rast. Unë po thëmë, të parët kemi qenë ata që kemi thuj që tabu, gjithmonë jemi mundu me të regu realitetin e hidhën tonë, po që shë kanë marrë mesazhin tjertë, ajo është diçka tjetër. Na jemi mundu me qu mesazhin që në basë qësaj forme nuk është mirë gjendja. Rinia e Kosovës tonë qka o të ndodhë. E pamë stash me një video, gjujshin me guri, të kere, të rruga C. Po, do fmi të fillorës me kapuqa, të fillorës po flasim, kishin hi me marrë një motor të mahallës me vjedhë. Në fillore nas kena guzu, si sene me bua. Një mollë dhe kena menua me hy me marrë një mollë, ajo me nuk. Edhe substancat narkotike jënë të lullzu fatkeqësisht, se unë jam i Prishtinës, jam rrit qëto, jam lind qëto, edhe jam tu pas ka o të ndodhë. Dhe fatkeqësisht kjo, e qëta po mëno me një pjesë të vogël, që s'po na mjafton me qitë në serialet tona, me të regu që kjo është rinjë. Zakonisht nuk mirët mesazhi bukfalisht, po dhe me kuptu pak ma fell. Po, ja zbon me kuptu në atë aspekt, po realisht është kalit audienca edhe pe e kuptojnë saktë që shduhet. Pe marrin humorin deri në një farforme, po peshojnë edhe mesazhin ku pe dërgojnë anë. Edon, faleminderit shumë për kohën, ke knatësi me marrë do informacione, edhe mi kuptu do zane pak më ndryshe, e ty të uroj sukses. Faleminderit shumë, knatësi, suksese. Shikues të nderuar, kaq keq për sot, shihemi javën e ardhshme, emisionet e ardhshme. Mirupafshim. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.